rruga e vetme është që ne të përballemi me Ramën. Rama nuk jep dorë, çdo që të bëjmë. Çdo që të bëjmë ne, ai nuk jep dorë sepse. Po si do të përballemi me të? Nuk ka zgjedhje parakoshme, nuk ka zgjedhje politike, si do të përballemi nëse ai nuk e jep dorëheqjen, nëse ju shpërfill protestat me ditë me radhë, me muaj me radhë? Ne nuk kemi ndërmend të presim me muaj, ky skenari i Vučićit, skenari jonë është anti-Vučić. Rama sot përfaqëson skenarin Vučić, kurse ne skenarin anti-Vučić. Kjo do thotë që ditën e nesërme të shtunën, ju do shihni një grup njerëzish, as pak të vogël si mas, që do të vazhdojë të qëndrojnë në shesh, dhe nuk do të shkulet më nga ai shesh, dhe ky grup do të shtohet deri në datën 1 korrik, që do të jetë ndëjtje si thosh pa ndalesë përballë kryeministrisë. Pra ky është faza. Pra është ultimatumi nga shtuna deri me 1 korrik është një qëndrim i përhershëm përpara kryeministrisë dhe me 1 korrik është ultimatumi për Ramën? Në 1 korrik ne do të çmontojmë gjithë që kemi ngretur atje. Në kuptimin që faza 2 mbaron dhe fillon faza e 3, që është data 2 korrik. Çfarë ndodh me 2 korrik? Populli do të vendosë. Nuk mund të bëjmë lojën e Ramës, ta marrim deri në 31 korrik, zvarr, pastaj të fillojmë pushimet dhe të bëj, si thosh, atë që ka bërë gjithmonë këto 13 vjet, të përzihet pjesë që kanë ngel pa prezant shqiptarëve dhe gjithë tokat e Shqipërisë të japi armikut. Mund të them që ka një rritje sensibiliteti të jashtëzakonshëm. Dhe ndetura në shesh do na ndihmoj që sensibilizojmë shqiptarët, të themi të vërtetën se si ne nuk kemi asnjë alternativë tjetër përveç se të ikim nga Shqipëria nëse nuk garantojmë të Ramën. Dhe do të mobilizojmë diasporën, sidomos me një mesazh shumë veçantë për diasporën shqiptare në Amerikë. Kjo është shumë e veçantë. Diaspora shqiptare në Amerikë është e vetmja diasporë që ka potencialin edhe politik, edhe fizik që të ndihmojnë të shpëtojmë nga zhdukja e Shqipërisë, sepse duke pas pasaportë amerikane, duke qenë njerëz cilët e njohin mirë standardin demokratik amerikan, do të ishin themeli i të gjithë lëvizjes tonë për të përballë me sistemin. Sepse në këtë moment nuk kam asnjë policë Rama, nuk kam asnjë gardist, përveç se ca sklever që i kanë marrë, të cilët familjarët e tyre i kanë tek protestuesit. Në këtë moment, për të vazhduar, si thosh, realizimin e objektivit ton, duke bërë me dije gjithë ndërkombëtarëve dhe gjithë strukturave që kjo punë do ndahet o ne o ai, kostoja që do paguante populli shqiptar do të ishte fatura për ndërkombëtarët në një rast që s'kan vepruar dhe nga ana tjetër besojmë ne do të mobilizojnë të gjithë diasporën që ashtu si në vitin 1999 erdhën nga gjithë diaspora për të regjistruar në Shtetin Qytetar të Kosovës për të shpëtuar vatanin nga pushtimi serb, edhe këtë herë duhet vinë të shpëtojmë Shqipërinë nga pushtimi i kësaj qeverie.